Përshëndetje shenja Ergafores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Atëherë, Ergaforia, gjendja juaj nis me 10 monedhat. Ju jeni në një fazë ku kërkoni siguri, rënjë dhe stabilitet. Mund të ndiheni relativisht të mbështetur ose të paktën me dëshirën e fortë për të ndërtuar një jetë të qëndrueshme, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët. Kjo kartë flet për trashëgimi, për familje, për ndjenjën unë dua të jem pjesë e diçkaje që zgjat. Më pas kemi mbretin e kupave dhe këtu shohim zemrën tuaj të vërtet. Ju jeni emocionalisht shumë të thellë, por edhe shumë të kontrolluar. Pra keni vetë përmbajtje të kontrollit emocional. Ju ndjeni shumë, por nuk I shprehni gjithmonë. Jeni personi që dëgjon, ai që kupton, ai që mban hapësirë për të tjerët. Është një pjekuri emocionale, por edhe një barrë, shpesh mbani brenda gjëra që do të duhej të thuheshin. Me Hierofantin, kjo pjekuri merr formë shpirtërore. Ju kërkoni kuptim, jo vetëm ndjenjë, por po kërkoni përgjigje, sikur kërkoni rregull, drejtim, ndoshta edhe mbështetje në besim, në tradita, në vlera. Është sikur shpirti juaj thotë, nuk dua më kaos emocional, dua kuptim. Dhe në fund vjen kryepërftoresha. Kjo është karta më e thellë për ju. Tregon se intuita juaj është shumë aktive. Ju ndjeni gjëra që nuk thuhen, kuptoni energji që nuk shihen, ka sekrete, ka ndjenja të fshehta, ka heshtje të mbushura me kuptim. Dhe ju këtë javë jeni shumë të lidhur me botën tuaj të brendshme, me ëndrat, me shenjat, me nënvetdijen tuaj. Kalojmë në familje, ku në familje java fillon ose energjia fillon me kalorësin e shpatave. Kjo është një energji e shpejtë, fjalë të forta, komunikim impulsiv, mund të ketë diskutime, debate, ose dikush që flet pa I kaluar në filtra ato që thot. Është një energji psikologjike e fortë, ndonjëherë edhe ashpër, e vrazhtë, brutale, varet. Pastaj kemi 3 kupat dhe kjo e zbut atmosferën, është karta e bashkimit, e gëzimit, e takimeve, pavarësisht fjalëve të forta, familja ka ende energji afrimiteti, dëshirë për të qenë bashkë, për të ndarë momente. Me mbretëreshën e monedhave shfaqet figura e kujdesit. Kjo kartë tregon për momsin, për nënën, gruan, për personin që mban shtëpinë, domethënë, si nga ana emocionale dhe nga ana e kujdesit. Tregon se në familje ka një energji shumë të fortë mbështetjeje, praktike dhe emocionale. Dikush po kujdeset realisht për të tjerët aty. Dhe në fund kemi drejtësinë, kjo është karta e balancës dhe e së vërtetës. Tregon se çështjet familjare po kërkojnë ndershmëri, barazi, qartësi. Nuk është më kohë për shtrembërime apo për heshtje. Diçka duhet parë drejt në sy dhe as këtej as andej. Pra duhet qartësi, duhet barazi. Përndryshe nuk mund të funksionojë familja, po s'qen këto aspekte kaq të nevojshëm për të ruajtur balancën dhe harmoninë. Kalojmë te dashuria. Dashuria nis me faqen e shkopimeve. Kjo është karta e interesit, e flirtit, e dëshirës për eksperiencë të re. Ka një energji rinore, mund të jetë edhe impulsive, një ndjenjë e tipit domethënë dua të ndjej diçka ndryshe. Mund të jetë një person I ri ose një shkëndijë në një lidhje ekzistuese. Më pas kemi mbretin e shpatave dhe këtu mendja hyn në lojë. Është një figurë shumë racionale ky mbreti I shpatave, I ftohtë, analitik. Mund të jetë një person që kontrollon emocionet ose ju vetë që po përpiqeni ta mbani zemrën nën kontroll. Këtu ka komunikim, por jo gjithmonë mund të shfaqet ky komunikim me ngrohtësi.
Me 8 shpatat shfaqet bllokimi. Kjo është karta e ndjesisë kurthit psikologjik. Mund të ndiheni të kufizuar, të friksuar, sikur nuk keni zgjedhje. Por ky bllokim është më shumë psikologjik se sa real. Është frikë për të folur, për të vepruar, për të thyer një model, dhe në fund faqja e kupave. Kjo është zemra e butë që del sërish, është karta e ndjeshmërisë, e mesazhit emocional, e një gjesti të vogël por të sinqert. Tregon se pavarësisht frikës dhe kontrollit, zemra juaj ende dëshiron të hapet. Kalojmë tek puna, ku në punë historia e kësaj jave hapet me gjykimin. Kjo është karta e zgjimit profesional, diçka po ndryshon, një fazë po mbyllet, një tjetër po hapet. Mund të ketë një vendim të rëndësishëm, një thirrje të brendshme që mund të jetë e tipit kjo nuk është më ajo që unë dua. Pastaj kemi 5 shkopinjtë dhe këtu ka konflikt, ka konkurrencë, ka tension. Mund të ketë përplasje idesh, rivalitet ose ndjesi se duhet të luftoni për vendin tuaj. Është një energji sfiduese. Me 6 kupat vjen e kaluara, nostalgjia, kujtimet, ndoshta një punë e vjetër, një rol i vjetër, një mënyrë e vjetër e të menduarit. Është sikur shpirti juaj po krahason si ishte më parë dhe si është tani, pra bën atë krahasimin. Dhe në fund kemi 3 shpatat. Kjo është karta e plagës. Mund të ketë zhgënjim, dhimbje, ndjenjë tradhtie ose keq kuptimi në fushën profesionale. Është një e vërtet që dhëmb, por që kërkon të shihet, jo të anashkalohet. Kalojmë te Prism Oracle, ku kemi zemërim. Kjo kartë është çelësi i gjithë leximit tuaj. Zemërimi nuk flet vetëm për zemërimin që është i tipit shpërthim, por për emocionin që është i shtypur, që kërkon të njihet. Tregon se brenda jush ka ndjenja që nuk janë shprehur, që mund të jenë zhgënjim, pakënaqësi, lodhje emocionale. Pra, unë do të thoja mos e gjykoni zemërimin tuaj, dëgjojeni. Zemërimi po ju tregon ku po shkelni kufit e vetes. Paçim.